Ronela, bebe Ronela, Ronela, bebe Ronela. Ronela më ka marrë në telefon para disa ditësh dhe më ka thënë që Klaudia kam një klip në bashkëpunim me artistin Mike nga Kosova. Ronela zakonisht ide të klipeve i ka vetë. Do me thënë e ka atë konceptin në kokë momentin që e krijon këngën. Edhe për këtë këngën me Majkun, gjithashtu ajo e kishte referencën dhe ide në kokë se si do me e trajtu edhe videoklipin. Kështu që sot ne do marrim Ronelën dhe do nisemi në një rrugëtim, në një destinacion që do ta tregoj në fund të videos dhe kam edhe një surprizë për ju në fund, kështu që le të marrim Ronelën dhe nisemi me diskutu idenë e klipit. Ja ku jemi për të qarë hallin ton të klipit. Po, ku do të gjirojnë? Ku do të halli gjirojnë? kryesor. Nuk janë as lekët më, as mundësit, është thjesht lokacioni. Lokacioni edhe skena dhe së mos kur ka skenografi aty pastaj- sidomos kur vjen vera pastaj. Që është edhe vap, a? Përveç se është vap, duhet Edhe që vap, gjërat edhe më- lokacion, edhe që edhe më skenografi. shpejt. Edhe duhet shpejt se mbyll datat në Ulqin Eli. Gëzuar për Elin. Ajde, gëzuar vetëm për Elin, kjo është. Pyetja e parë që unë bëj është a ke ndonjë ide vetë për klipin? Unë këtë po thoja shpar që me Ronelën është super e thjesht. Edhe me ty është shumë e thjeshtë. Se zakonisht ti i zgjedh vetë idetë e klipeve, skenave, i ke në Shiko, kur kokë. fillon edhe bën shumë repertor, sidomos në verë, vjen një moment që në fjalë më të thjeshta bukosesh edhe të duhet patjetër ndihmë, kështu që Po, është e vërtet. çfarë do lloj vizioni të kesh, domethënë unë mund të kem X vizion dhe ti pastaj e transformon Po. dhe mund të bëhet edhe një gjë tjetër komplet ndryshe, por që prap ngelet Fuqia të dyjave, mendja. bashkimi të dyjave. Kështu që me ty është shumë e thjeshtë të punosh, se nuk është se je thjesht regjizore, hajde se do xhirojmë. Po ke gjithë pjesën e ideve, gjithë pjesën e ndihmës që Po. për artistë pastaj që janë mbase edhe më në fillim, edhe më të rinj, është shumë e vështirë Po. për të pasur një ide më konkrete. Ne sot jemi mbledhur për diskutuar idenë e klipit Po. me Majkun. Po. Ronela vjen në një bashkëpunim me Majkun. Normalisht që ky podcast do dali pas si do dali videoklipi, Po, ku aty do të shihni edhe skenat që ne do diskutojmë sot. Le ta vendosim pa këngën, po. se gjithmonë e kemi një box, kemi një JBL Është tonin patjetër boksi. që vendosin këngët. Kënga nuk është me tubana këtë herë. Qa do na thuash për Nuk këngën? është as me qefe, nuk është as me alkool, as me makina, as me drifte, as me shampanja, po është këngë dashurie. Dashurie në grada tepër të dhimbshme. Edhe mua pëlqen fakti që Majku ka shkruar shumë mirë, Majku shkruan shumë mirë në përgjithësi, po edhe këtë radhë më ka impresionuar tepër. Më pëlqen shumë kënga. Ronela donte që lokacioni që ta zhvillonim gjithë videoklipin të ishte një mal. Po të ishte një lloj mali pak si thatë, edhe pak i Që nuk ka veçantë. shumë lulëzim. Po, se jemi çik kundra jeshiles si Po, në natyrë.
sidomos Kështu tek ky që- projekt. Lokacioni që ne kemi zgjedhur bashk është në veri, në Malsin Madhe sa zbret Lejshet e Hotit, që i bie në Kelmend ose në Broj. O zot sa mirë e kam mësuar si lokacion. Kështu që unë vdes për këtë Ky është lokacion problemi, domethënë më i madh për të kryesor. zgjidhur, sepse Shqipëria është shumë e bukur, ka vende shumë të bukura, po gjithë vendet e bukura mundohen që t'i shfrytëzojnë të gjithë këngëtarët kur vjen momenti për të xhiruar qoftë videoklipe muzike, po pastaj edhe të tjerë që Po. duan klipet e dasmave, të eventeve që kanë, kështu që ne duam gjithmonë një vend që nuk është shumë i parë nga syri i publikut. Që edhe të kemi që aty tregojmë, se edhe një gjë që e shihni gjithmonë si bën asnjë përshtypje. Ne sot printeri i Elit nuk na ka funksionuar shumë mirë. Por, Kështu që ne është kuptoni një vetë. lokacion që është me male gri shumë. Po, edhe te kjo pjesa tjetër këtu pastaj që s'kishte boj është të bardhë. Po, ecën makina domethënë, nuk është se është e prerë. rruga. Tani, problemi im këtu është që është një lum. Po. Edhe ne do t'i ngrimin gjithë skenografit aty Po, përmes në lum. lumit. Kush Kështu që keni kalon çat këto halle? shihni. Se kalojmë, ne vetëm do hipim aty taj lokacion. Që vetëm do hipni. Po së ram, nuk ram zakonisht mua më ndjek tersi si njeri në shumë episode të jetës, që nuk është ndonjë çudi që edhe të bijem nga aty ku do hipim. Po këto pastaj janë do i shikonim backstage. Ja dhe vendi që po diskutonim te podcasti. Ja dhe sakrifica, do t'hipi si për guri tani. Vazhdojmë. Opa, prit, 1, Dje dorën. 2, pau! Ja, e kaluam dhe lumin. Ja Ronela Hayati, si e kalon lumin. Jo edhe nga gjume se kam fjet. Sa i ftohtë. Ore të bën hajër. E duam për vlog. Ja sakrificat e asaj që po flisnim. Ka thjesht gjë, thjesht të ne. Moj, jemi që jemi, aman të keshen, e ka fiksim ato 4 fjalët që thot ajo kënga gënjeshtarje. E meriton një tradhtare me ta ngula shiqare. Po, këtë do ma kënosh qik E live meriton një tradhtare me ta ngula shiqare, se unë luta për ty, po ty doje dikën që shet zemrën për pare. Ah, për ty e kom dit, se ti gënjeshtarje, kitë kanë thonë kam etik, se ti gënjeshtarje. E lu zotin mos me t'pa, ki qapata mi ke vra, gënjeshtarje, oh, gënjeshtarje. Këtë raf të plasja. Ne bore. Shumë e bukur është, do me thënë e kam fiksim gjithmonë këtë pjesën, e meriton një tradhtare me ta ngull, a shiqare. Bukur është kur e shef pastaj. Nuk e di qa si frymëzimi. episod kur ndodh ngulja. Nuk e di qa frymëzimi mund të kesh pas kur e ke shkrujt. Jo, me thënë drejtën, kur kam bërë atë këngën, më tel nuk e kam pas ndonjëherë në jetë. Po jo, kështu e pa gjithmonë tel atëre, Faleminderit, që të kemi goja. Nuk perla është të se kam tilla. nuk është se duhet të jem për shembull e mërzitur që të bëj një këngë të mërzitur. Nuk ka lidhje fare. Tani kur Se zakonisht artistët frymëzojnë nga dramat e po e jetës. kuptoj, po unë jam në një fazë jam mësuar që kam shumë kohë që shkruaj. Qoftë për të tjerët, qoftë për vete, pavarësisht se më shumë tani jam fokusuar që vetëm tek fakti kantautores jam më shumë Tek në për të krijimet tjerët, e këngëve të mia. Por në momentin e parë që dikush vjen dhe të kërkon një këngë, ti duhet futesh tek bota ati dhe po e njëjta gjë tjetër kur nxjerr shumë materiale duhet mendosh edhe njerëzit që të ndjekin, publiku që të shikon, çfarë kalojnë njerëzit në përditshmëri, dramat, problemet, gëzimet që kanë dhe mund të shkruash për diçka çfarë do lloj gjëje që mund të ndodhi në jetën e përditshme dhe kjo shumë kënga për gënjeshtarje, ka situata që pothuajse ka shumë njerëz që mund ta gjejnë veten. Nuk është e thënë që të jetë vetëm për mua, Eli që kërkon që unë të qesh. Unë këto i kam kështu, këta momente që më vdes të fus. Kur nuk të kam pyet, cila është shpreha jote që ti ndjek mas shumë ti në jetë? Mos i bëj kur keq njeriu. Ne kam Sepse? mesazh. Kujdeset, Perëndia. Edhe unë gjithmonë jam
Jam një njeri që nuk dua të shoh asnjëri keq, se nga që e kam parë veten time shumë herë keq, e di sa dhimbje është për situata të ndryshme, kështu që kam shumë dëshirë që njerëzit të jenë sa më mirë. Kushdo qoftë. Mesazhi më i bukur i jetës, kur mos i bëj Keq kujt njeriu. kaq. Pak fjalë shif punët tuaja. Me pak fjalë. Edhe malet kishën dave, që e ndërzu kishën dave. Nuk e vetë o shpirt, vetëm ty më du me t'pa, në shdo rrugë e ti halon. Me thënë dhe mal dhe rrugë. Ja, nesër kur që s'është të dëmtume, se du me tarë të varri me lule, s'ku du me sy duhen që varre, s'ku mu ketën, hajde që sot Ta bëj se mes mu varre, varre. Prit pak. Tu duhet bëjmë një gjë me një orë që vërtitet shumë. Po, mu ta lëm në Gjatë kohës. në mes të hapësirës, ne po bëj një orë. Po. Edhe Si grafikisht kjo ora që Mendoja, jemi shpejt. ndoshta ato makinën që t'i vrapon, Që do ndjek këto në makinë. Do qaj pastaj nëse ike. Nuk e vetë o shpirt, vetëm ty po du me t'pa, në shdo rrugë e ti halon. Kur po vjen kjo ditë. duke që se Ronela ka veshën gati të kësaj skenografie që ne do vendosim në mes të këtij mali, dhe ka veshën leopard, ishim në dilemë midis ngjyrës së backgroundit që ishim midis jeshiles, Dhe dasti rozës, pinkut, hidhur. ice bloom, do më theshim midis këtyre ngjyrave dhe Ronela vendosi që të jetë kjo lloj roze, ti boj hidhur, e pa. hidhur, po, me që kënga Është e është e hidhur. hidhur. Kjo është një ndër skenat që kemi vendosur, është pak më fashion me editorial. Në mes të kësaj hapësirës së pafundme si malli të dy artistëve. Po, atjetër. Ja dhe skenografia me këtë që kemi veshjen leopard edhe kemi rozën e hidhur. Dhe skenografia tjetër që Ronela kishte dëshirë ta kishte në klip ishin 2 kuba të bardhë, Po. pak të lartë që dikuj kemi mos gaboj te diku 1 metër të lartë, ku si Ronela dhe Majku do jenë si për 2 Dhe të podeve ndarë të nga bardhë. lumi. Po, ja, do t'i bëjmë bashkë. Dhe jemi bashkë? Jo, s'do ta lëm lumin të rrjedhi në mes. Nuk do Se s'po ndarë. rrjedh më, kështu që do ta lëm lumin në hesap të vet. Do na marri lumi. E bukura e këtij vendi është që kemi dhe një rrugë shumë të bukur aty. Po. Edhe me që kënga është pak running, vrapim, do e përdorim dhe rrugën, por do e tregojmë nga pasqyra e një makine që Ronela është duke vrapuar, ose më saktë duke ikur prej dhimbjes, se të gjithë ne kur ndahemi, kur kemi dhimbje, gjëja e parë që bëjmë është ikim në natyrë, duhet të rrim vetëm edhe nxjerrim atë dufin ton. Kështu që do të fusim dhe këtë element në pjesë të skenarit. Kemi edhe një tjetër me blica, ajo është bonus, po s'na pëlqeu fytyrat të ndonjëra të tjera. Fiks, se kështu funksionon gjithmonë. Gjithmonë është një skenë Kemi një bonus. bonus, ta kemi aty. Më mirë të kemi, themi ne, se Po. mos të kemi kur shkojmë aty në montazh. Ronela i rri vetë montazhin në kokë, i zgjidh vetë skenat. Po, patjetër se. Gjithashtu edhe presetet e koloreve i zgjedh vetë. Kështu që prandaj them unë me Ronelën puna është rehat edhe e lehtë, se kam gjithat përgjegjësinë mbi shpatulla. Jo, po, ideja është që sidomos kur kemi pasur gusht. Ka qenë më e thjesht të jem unë, sepse Gushën e ato- vetë e një vetëm Ronela. E. S'mo ta njofi kur kush e, tjetër. kam gjithë planet pa gusht. Po, të veshja e podit kishe një zgjedhje fustan të Fustan të bardh, bardhë, që po. është perl. Është shumë e bukur, ka Është bërë me shumë e mozaka bukur. driu. Po. Edhe më pëlqeu shumë mënyra se ishte realizuar, do jetë çdo gjë e bardhë. Edhe unë, Do të thënë pavarësisht se këta në mes të një mali me dhimbje, shpirtin e kanë të bardhë. Pa. Kjo Ka çdo gjë. është ideja. Okej, pra si për mbledhjet e fundit kemi lënë 4 skena, 4 luke të ndryshme. Po. Një është podet e bardha ka fustan të bardhë. E dyta është skenografia që është me atë backgroundin roze hidhur.
që kemi një veshje leopardi, kemi një veshje jeans më everyday që kemi running, Ka. edhe fundit që është me Fustanin në zi zi. që është natën dhe kemi efektin e blicave, paparazzi. Ore puna çfarë do nisemi? Kam përshtypjen se nga ora 4 e mëngjesit. Që i bie Ronela do zet nga ora 12 e natës që të filloj make-upin edhe flokët. Tani erdhi i fundi, s'kemi çfarë themi më. Tani do ham buk. Tani do ham buk se po vdesim. Këtë nuk do e filmoj. Është momenti që pse? Po se do ham shumë. Jo tha se te këtë nuk do e fusësh, thash. Së shkrim me hongër buk. Ne destinacioni që jemi duke ecur dhe që kemi zgjedhur sot është Shëngjergji. Është diku te 1 orë larg Tiranës, edhe normalisht që në Shëngjergj të vish edhe mos thash pak mish edhe pak buk, nuk e di domethënë, nuk Ose quhet. pul me jufka. Rëndësika që do ham, çado që të ham këtu do jetë e mirë. Këto ishin skenat që vendosëm, luket që kemi vendosur, për 2 ditë xhirojmë, për 2 ditë i nisemi për Kelmend. Një gjë që unë e kam surprizë, edhe që du ta them te ky podcast, është që unë jam futur në gjithë repertorin e muzikës dhe këngëve të tua gjatë gjithë viteve, 20 vite karrierë, mos gaboj. 20 vitet e tua të arta, të prodhimit, edhe të krijimit të muzikës. Edhe një ndër këngët që unë jam rritur, edhe që më ka ngel kështu pikë në zemër, është kënga Malagata. Po. Kujt nuk i ka ngelur ajo këngë. Dhe unë i kam bërë një lloj instrumentali, një lloj rikthimi, një lloj remake-u si mund ta quajmë. Edhe kam shumë dëshirë, jo vetëm unë, akustik. po besoj i lezetshëm. gjithë versioni që do shihni tani është një version I ri. i Malagatës nga Ronela Hayati. Babao. Ti mos e haro, Zotis ti falë të gjitha se unë e majo. Më katën ti me dhja, sa po të flisja, nuk të përkesja, doa dhe jesh ti larg. Sa po të prisja, një tjetër kisha,